në kulmin e fuqisë, në kulmin e madhështisë së tij, edhe si pejgamber, edhe si lider, ai e përzgjodhi mëshirën, faljen para hakmarrjes. U tha fjalët që u tha Jusufi a.s. vëllezërve të tij në kulmin e fuqisë, la tathriba aleikumul yawm, kur i mblodhet gjithë banorët e Mekës në ditën e çlimit të Mekës. Tha, çfarë mendoni se unë do të veproj sot me ju? Ata thanë, ekhun kerim, o ibnu akhin kerim, ti e një vlla fisnik i yni, i biri i një vllau fisnik nga radhët tona. Tha, la tathriba aleikumul yawm, sot s'ka qortim për ju. Idhhabu fa antum tulaqa. Shkoni gjithini të lirë. Kjo është kulmi i mëshirës. Dhe që kishte momente të shumta që Muhamedi a.s. i trajtoi me mëshirë. Që ta kuptojmë thelbin e kësaj mëshire, duhet ta kuptojmë se çfarë ka kaluar për 20 vite me radhë, prej përbuzjes, persekutimit, nënçmimit, atentateve të shumta, që pastaj e shpërfaqin në një mënyrë krejtësisht ndryshe nga ajo që dikush mund ta mendonte. Me mëshirë maksimale. Jo çfarë do mëshire, me mëshirë maksimale për një njeriu të edukuar nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Pra falje totale. Falje totale. Pa asnjë llogaridhënie. Madje falje edhe Hindin që ja kishte ngrënë mëlçin për së gjalli axhës së tij, Hamzës, luanit të shkretëtirës, një petrim më të mëdha të historisë islame, të atij që e mbrojti në kohrat më të vështira Muhammed Mustafa alayhis salam. Por nuk ishte çfarë do falje, ishte falje e thellë, ishte falje e mbizotruar nga mëshira totale dhe e kompletuar nga një pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala.